Pas fitores së Partisë Socialiste me 83 mandate në zgjedhjet e 11 majit, Edi Rama nuk ka harruar humbësit e tij. Jo ata që humbën si qytetar, por ata që nuk arritën të kapnin një karrige në kuvend. 103 kandidatë të listës së hapur të PS-s. Sipas informacioneve të siguruara nga pamfleti, kryeministri ka urdhëruar Ministrinë e Financave të krijojë një fond special për 100 vende të reja pune në administratën shtetërore me qëllim punësimin e ish kandidatëve që nuk fituan mandat. Vendet do të jenë të shpërndara në kryeministri, kuvend, ministri dhe agjenci qendrore, një skemë që Rama e ka përdorur më parë për të ruajtur besnikërinë politike dhe për të mbyllur gojet që mund të flasin kundër. Ky nuk është precedent i ri. Pas zgjedhjeve të viteve 2017 dhe 2021, Rama ka punësuar të gjithë ish deputetët dhe kandidatët e dështuar, duke i vendosur në poste qeveritare, këshilltar personal apo drejtues agjencish me buxhet publik. Rastet janë të shumtë dhe të dokumentuar. Ilir Beqa, ish ministër dhe deputet që humbi në Shkodër, u emërua drejtori i agjencisë për donacionet e huaja. Frida Krifca, ish ministre e bujqësisë dhe e përfolur për skandale fondesh në AZBR, u bë këshilltare e kryeministrit në kryeministri. Kështu Toni Gogu, Klotilda Bushka, Etilda Gjonaj, Pandeli Majko, Mimi Kodheli, Plaret Ndreca, Ermonela Felaj, Arben Plumbi, të gjithë të larguar nga lista për shkak të votës popullore, pritet të emërohen në pozicione kyçe në institucione të tjera shtetërore. Por këtë herë skema ka një formulë të re. Ata që kanë kërkuar verifikimin e votave janë kërcënuar në heshtje se nuk do të përfitojnë punësim. Rama ua ka bërë të qartë se loja politike ka rregulla të brendshme dhe dyshimi në procesin e votimit është herezia më e madhe në partinë e tij. Me këtë manovër Edi Rama e kthen çdo humbës në të bindur, sepse ndryshe nga principi ku kandidimi është për të garuar, në PS-n e Ramës kandidimi është për të hyrë në rrethin e shpërblimeve. Nuk ka rëndësi nëse je i votuar mjafton të jesh i përdorshëm. Kjo është arsyeja pse listat e PS-s janë kaq të gjata. Nuk janë për të zgjedhur deputet, por për të ndërtuar një armat besnikësh që do të punësohen me radhë. Fushata për ta është si një test besnikërie. Kush bën punë merr post, kush flet shumë del jashtë. Në vend që humbësit politik të shërbejnë si reflektim për një parti që ka humbur kontaktin me bazën, Rama i kthe në militant burokracie. Dhe kështu shteti fryhet me të papun politik që bëjnë fushat në vend që të qeverisin, një model që vetëm në dukje është praktik dhe i zgjuar, por që në realitet shton pabarazin, ul meritokracinë dhe e kthen administratën në një parti në detyrë.